Si të shpëtoni një erë mirë nga gërritja gjatë natës? Pini këtë lëng. Një nga arsyet më të shpeshta pse njerëzit gërrasin në gjumë është mbi pesha. Pesha e tepërt jo vetëm që është e bezdisshme për partnerin kur ju gërisni, por nuk i bën mirë edhe shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ushtrimet e rregullta dhe regjimi ushqimor janë dy gjëra të cilat ju ndihmojnë të zbrisni kilogramë të tepërt. Një tjetër mënyrë për të përshpejtuar këtë proces është të konsumoni lëngje të frutave dhe të perimeve. Intensiteti të gërriturës do të zvogëlojë dukshëm nëse kilet tuaja zhduken. Prodhimi i tepërt i mukusit është një tjetër arsye pse ndodh ose përkeqësohet edhe gërritura. Për të shpëtuar nga ky prodhim duhet të stabilizohet prodhimi i tepërt i mukusit. Konsumi i tepërt i frutave dhe perimeve është një formë e mirë për të zbutur mukusin. Duke konsumuar sa më shumë lëngje si inflamacioni ashtu dhe mukusi mund të mbahen nën kontroll. Frutat dhe perimet janë gjithashtu të pasura me vitamina dhe minerale që forcojnë sistemin imunitar.